Një nismë e Partisë Mundësia, e drejtuar nga deputeti Agron Shehaj, ka hapur një konflikt serioz ligjor dhe politik mbi përdorimin e të dhënave personale të qytetarëve. Bëhet fjalë për peticionin online me drejtsinë, një faqe që fton qytetarët të firmosin në mbështetje të reformës në drejtësi, por që sipas testimeve teknike nuk funksionon si një formular i thjeshtë vullneti i qytetarëve. Sipas denoncimit publik të ekspertit të IT-s Genti Progni, platforma kryen një verifikim të fshehtë të dhënave të firmëtarëve. Kur në formular vendosen të dhëna fiktive, sistemi refuzon me mesazhin: të dhënat e firmëtarit nuk përkojnë. Kur vendosen të dhëna reale, firma pranohet. Ky mekanizëm nuk përputhet me logjikën e një peticioni publik dhe sugjeron ekzistencën e një databaze reference në prapaskenë, me të cilën krahasohen të dhënat e qytetarëve. Në terma teknik, kjo nënkupton që të dhënat e futura nga përdoruesi nuk ruhen thjesht, por kontrollohen në kohë reale, kundrejt një seti të dhënash ekzistuese në server. Një funksion i tillë kërkon patjetër një databazë paraprake me emra, mbiemra dhe numra telefoni. Pyetja thelbësore është nga vjen kjo databazë dhe me çfarë baze ligjore përdoret. Ligji numër 124, fraksion 2024 për mbrojtjen e të dhënave personale, që ka shfuqizuar ligjin e vjetër numër 98/87, vendos detyrimet të qarta për çdo kontrollues të dhënave. Përpunimi duhet të jetë i ligjshëm, transparent, i kufizuar në qëllim për të mbështetur në një bazë të vlefshme ligjore. Pëlqimi i qytetarit nuk mjafton nëse të dhënat e tij krahasohen me një databazë të tretë për ekzistencën e së cilës ai nuk informohet. Në rast se Partia Mundësia rezulton si kontrolluese e të dhënave, por nuk ka transparencë publike nëse është regjistruar si e tillë pranë Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale, siç e kërkon ligji, po ashtu nuk ka asnjë sqarim mbi burimin e databazës që përdoret për verifikim. Dyshimet shkojnë nga rrjedhje të mundshme institucionale, përfshir akshin, deri te burime private të lidhura me rrjete biznesi dhe media. Rasti merr një dimension edhe më të rëndë politik për shkak të historikut. Genti Progni ka bërë publik se gjatë skandalit të databazës së patronazhistëve vite më parë, i ishte drejtuar vet Agron Shehajt, atëherë deputeti i Partisë Demokratike, për ta ngritur çështjen publikisht. Sipas dëshmisë së tij, përgjigjja që mori ishte po lodhe shkot. Sot i njëjti politikan akuzohet se përdor një mekanizëm të ngjashëm, këtë herë në emër të një force të re politike që pretendon se lufton sistemin e vjetër. Kjo krijon një kontradikt të fortë morale dhe politike. Një parti që ndërton diskursin e saj mbi ligjin, transparencën dhe luftën kundër abuzimit me pushtetin, nuk mund të justifikojë ekzistencën e një databaze të fshehtë që kontrollon firmat e qytetarëve. Nëse akuzat janë të vërteta, nuk kemi të bëjmë me një gabim teknik, por me një model të qëllimshëm të përpunimit të dhënave. Çështja kërkon verifikim të menjëhershëm institucional. Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale duhet të sqarojë nëse Partia Mundësia është e regjistruar si kontrolluese dhe çfarë databazash administron.